përsoqme, po me pa tjetër do në ndikojnë për të nesër. Do në zjedhe që bëjnë sot nuk janë pa vlerë. Kështu që është e rëndësishme të dimë edhe të jemi të vetëdijshëm për atë zjedhe që po bëjmë. Tani kur bëhet fjalë për Gjoni na thot 3 shembuj. E para është Gai, i dyti është Diotrefi, edhe i treti është Dimitri, do të ishte më shqip ose Dimitri, paret kë nga përkthimet e Biblës kemi. Edhe kur Gjoni flet për këta të tre, flet për këtë. E para është Gai, që thotë Gai është mirëpritës. Edhe jo vetëm që është mirëpritës, po është edhe i përullur në atë që bërë. Pastaj kur vem në ky i dyti, Diotrefi, problemi i Diotrefit është krenaria. Mënyra se si pari e përshkruan, do që ai deshte të ishte i parë. Edhe jo vetëm që deshte të ishte i pari, do më përshkak se bëri zgjedhje që tha unë. Po si jam unë, s'bëhet asnjë tjetër. Tani kjo zgjedhja e tij e shpuri në disa etapa të tjera, që filloi të bëjë thashateme, filloi të akuzojë njerëz nga më të ndryshëm besimtarë, edhe vajti deri atje për shkak të rolit drejtues që kishte, vajti deri atje sa po përzinte disa njerëz që ishin dashamirës ndaj besimtarëve që po predikonin Ungjillin. Tani ky jo vetëm që nuk i pranonte, po edhe i përzinte. Se kanë në rëndësi zgjedhjet. Për shkak se ky Diotrefi